Atëherë mirë se erdhët kryeministër Durrës. Kemi kënaqësinë sot jemi së bashku bashkë me gjithë ekipin e kandidatëve të cilët janë pjesë e listës për qarkun e Durrësit. Ka qenë fakt një vendimarrje sfiduese, kemi punuar disa muaj, kemi marrë propozime të shumta, qoftë nga strukturat e partisë, Durrësit, Shijakut edhe Krujës, por edhe nga pjesa tjetër, shoqëria civile, nga universiteti. Pra kemi bërë një analizë detajuar sepse donim që lista të ishte përfaqësuese për të gjithë votuesit, të gjithë qytetarët e Durrësit. Kemi arritur që të vendosim gati 50% gra në këtë listë dhe nga ana tjetër kemi mbajtur në konsiderat edhe profesionet e ndryshme, profesionistët të fushave të ndryshme, sipërmarrës, biznesin privat, pjesë të universitetit dhe patjetër besimet fetare. Gjithashtu kemi pjesë në listën e qarkut ton, kemi edhe nga platforma deputeti që duam. Që për të thënë vërtetën ka qenë një sfidë më vete, sepse ka pasur shumë të rinj dhe të reja, të cilët besuan te kjo platformë dhe u bën pjesë e kërkesës për të qenë në listën e qarkut të Durrësit, por vendimarrja nuk ishte e thjeshtë, le të themi, dhe ne vendosëm për disa figura të cilët menduam që do të përfaqësonin qytetarët e Durrësit. Unë do të bëj një prezantim të shkurtër. Ne kemi bërë dje dhe pardje kemi bërë Durrësin dhe Shijakun, kemi bërë Krujën para një jave, prezantimin me strukturat. Dhe sigurisht që kemi filluar punën në terren, sipas edhe ndarjeve që kemi përcaktuar së bashku. Dua të veçoj një pjesë të djemve të cilët kanë qenë më herët koordinator apo të deleguar në zona të caktuar në Bashkinë e Durrësit, të cilët kanë ardhur si propozime nga partia, Ani Dyrmishi, Erion Xhili dhe Indrit Gjoka. Janë 3 djemë të cilët janë profesionistë me profesion jurist, të cilët kanë arritur kontribute shumë të larta dhe rezultate të larta në zonat ku kanë punuar. Me propozimin e strukturave, ne menduam që t'i fusim pjesë të kandidimit dhe besojnë se do të punojnë shumë fort për të përfaqësuar edhe për të arritur rezultatet e kërkuara. Eva gjithashtu është një grua e cila vjen nga strukturat e Partisë Socialiste si një propozim i strukturave tona. Është pjesë e forumit të gruas socialiste, pra kryetare e gruas, ka mbajtur dhe detyra të ndryshme më herët në autoritetet tona lokale dhe tashmë përfaqëson në listën e hapur gratë dhe vajzat e Durrësit. Ervini vjen nga platforma deputeti që duam, kryesisht kemi parë të rinj dhe të reja në fakt në atë platformë. Sigurisht që ti je shumë i ri, por ke një sipërmarrje të rëndësishme në qytetin e Durrësit. Edvini ka jetuar shumë vite jashtë Shqipërisë dhe tashmë është kthyer prej disa vitesh, le të themi, ku ka ngritur strukturën, biznesin e tij dhe tashmë operon në këtë sektor, në sektorin e fasonëve, por gjithashtu përfaqëson dhe shoqatën dhe gjithë zërin e fasonëve, problematikat dhe sfidat e tyre në terren. Një tjetër sipërmarrës, i cili është në listën e qytetit Shijakut, në listën e mbyllur, është Skënderi. Gjithashtu është e njëjta histori, ka punuar shumë vite jashtë Shqipërisë dhe është kthyer, ka ndërtuar biznesin, sipërmarrjen e tij. Ka një vlerësim shumë të madh nga qytetarët e Shijakut dhe pikërisht për këtë arsye vendosëm që të përfaqësojë në listë mbyllur qytetarët e Shijakut dhe do të punoj jo vetëm për qytetin e Shijakut, por edhe për zonën e Rashbullit, e cila ka një vijimësi dhe një lidhje fizike me këtë qytet. Liri gjithashtu vjen nga një eksperiencë e gjatë tashmë në parlament, do të jetë në listën e hapur për të vazhduar garën me Partinë Socialiste dhe me kolegët e tjerë dhe me kandidatët. Mondrushi vjen nga një eksperiencë më parshme në parlament, ka qenë dhe kandidat për Tiranën, kësaj here e kemi tërhequr në zonën e Durrësit dhe gjithashtu ka një eksperiencë, mendojmë që do të kemi një rezultat shumë të mirë pune bashkë. Nga ana tjetër, Jona vjen nga platforma deputeti që duam, është një arkitektë urbaniste e re, një nënë e re, ka një vajzë 2 muajsh dhe përfaqëson të komunitetin Çam.
kemi menduar që të jetë pjesë e platformës, pjesë e kandidimit, për të vazhduar punën me kandidatët e tjerë në zonën e Durrësit, është në listën e hapur. Më tej duhet veçoj Gentin, vjen nga Kruja, ka pasur një eksperiencë afatgjatë në policinë e shtetit, ka mbajtur detyra të ndryshme drejtuese, është në listën e hapur të Krujës dhe ju urojmë suksese për punën që do të bëjë aty. Loeri është një figurë profesioniste e qytetit të Durrësit, një intelektual safi e quajmë këtu, do donim ta quanim. Shpesh herë ke qenë kritik me nismat e Partisë Socialiste Loer, por kjo na bën që ta afrojmë kritikët edhe patjetër që të kemi edhe një zë i cili do të na përmirësoj nga brenda. Ti je në listën e mbyllur normalisht dhe ne do të vazhdojmë të punojmë së bashku në gjithë bashkinë e Durrësit, ashtu siç kemi përcaktuar zonat së bashku në rajonet kryesisht të qytetit. Entela është një profesioniste, stomatologe, e cila ka punuar gjithmonë në sektorin privat. E kemi ftuar si profesioniste që të përfaqësoj këtë nivel, le të themi, në listën e kandidatëve të Durrësit. Së bashku me doktoreshën dhe me Loerin kemi 3 mjek, 2 stomatologë dhe 1 doktoresh, kështu që është një pjesë e profesioneve e cila është më e shumta në listën tonë. Nga ana tjetër kemi ekonomist, kemi një pjesë të madhe jurist dhe avokat që sigurisht do të bëjnë edhe të jemi të përgatitur për pjesën e komisioneve më tej apo punës që do të ketë dhe angazhimit maksimal që do të ketë në parlament secili prej deputetëve. Këtu nuk shikoj Dorinën. Okej. Mbase nuk ka pasur mundësi apo nuk është. Aurora vjen nga qarku i Dibrës, bëm një analizë të detajuar në fakt të gjithë kandidatëve aktual të parlamentit. Kishim nevojë dhe kërkonim këtu një zonë e cila do të përfaqësonte komunitetin e qytetarëve të cilët vinë nga veriu dhe verilindja në qytetin e Durrës dhe kanë ndërtuar jetën këtu. Menduam që Aurora mund të ishte një përfaqësim shumë i mirë i kësaj pjese të qytetarëve të Durrësit dhe për këtë arsye vendosëm që të bashkohej këtu me ne. Më tej eksperiencës të kandidimit, kemi dhe deputetët aktual, të cilët do të ndajnë eksperiencën e tyre me kandidatët e ri për të bërë të mundur që të gjithë së bashku të arrijmë një rezultat jashtëzakonshëm në datën 11 maj dhe shpresojmë që do të kemi gjithashtu mbështetjen e qytetarëve dhe do të kemi patjetër një përfaqësim sa më të denjë në parlamentin që vjen. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit, Ani, faleminderit edhe juve që jeni këtu në këtë orë të mirë të ditës edhe me diellin e nevojshëm, pa shumë erë edhe me një temperaturë optimale për të zhvilluar këtë bisedë në vazhdon e takimeve me skuadra dhe deputetëve. Një bisedë që unë e konsideroj shumë të rëndësishme për të vendosur disa pika kyçe të qasjes son në këtë fushat edhe të fokusit ton për këto zgjedhje. Pa diskutim që gjithë problematikat edhe gjithë nevojat dhe kërkesat e komuniteteve janë teje të rëndësishme, pa diskutim që e gjithë përvoja, energjia, ambicia juaj që jeni përfshirë në këtë skuadër është e lidhur me domosdoshmërinë për t'i adresuar ato nevoja dhe ato kërkesa në radhë të parë. Patjetër që nga ana tjetër janë shumë të rëndësishme të gjitha ato që kemi arritur të bëjmë së bashku me
Anin, me Turin, me Tonin në të treja bashkit, ku janë bërë punë në këndvështrimin tim të mëdha transformuese, dhe patjetër janë shumë të rëndësishme dhe ato që do të bëjmë në vijim, por përtej të gjitha këtyre zgjedhjet e 11 majit kanë një komponente që zgjedhjet e tjera në të kaluarën, sa do të rëndësishme që kanë qenë për Partinë Socialiste dhe për ecurinë e vendit, nuk e kanë pasur. Zgjedhjet e 11 majit kanë një komponente gjeopolitike që besoj unë në Shqipëri zgjedhjet e kanë pasur vetëm në fillimet e transformimit demokratik në 91-92-shin, kur shqiptarët morën një vendim thuajse unanim për të ndryshuar rrugën dhe për të vullosur përfundimisht ndarjen me një kohë dhe me një sistem tjetër, duke përqafuar një sistem krejt të ri vlerash dhe duke u vendosur në një raport krejt të ri me botën edhe me Europën posaçërisht. Në këto zgjedhje pak a shumë, edhe pse jo me atë përmas dramatike, por pak a shumë mund të thuhet që vendimarrja e popullit shqiptar do të ketë një ndikim të rëndësishëm në fatin europian të Shqipërisë. Sepse këto zgjedhje përkojnë me një moment jashtëzakonisht historik, kur ne jemi përpara një mundësie reale dhe aktuale për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Natyrisht që gjithmonë ne kemi pasur dëshirën tonë të jashtëzakonshme për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, dhe në këtë pikë fatmirësisht të gjitha forcat politike janë të njëjtës mendje.